Ja paraqesim kërkesat kryeministrit. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Na tha se jam 2000 veta, po unë nuk arritu në mërë, po 2000 nuk më tukeni. Shumë më shumë se sa 2000, shumë më shumë se sa 20.000. E gjithë rinia shqiptare, e shumë si kryeministri, si ati që pretendon që drejton opozitën, që na ka marrë vendin tonë prej 35 vitesh. Si shumë për ju që dini, këto protesta kanë shumë vite që kanë filluar si çështje pronësie, si çështje mjedisore, por e mira kësaj proteste është që të gjithë shqiptarët janë bërbash për të shkëtuar Shqipërinë një herë e mirë nga mafja e kapur, nga shteti kapur nga mafja dhe nga gjitha padrejtësitë me cilat ne jetojmë prej vitesh. Nga gjitha ato padrejtësi, ku shumë nga bashkëmoshatarët tanë nuk jetojnë më në Shqipëri, sepse këtu nuk kanë gjetur mundësinë e meritokracisë për të zhvilluar profesionet e tyre dhe për të pasur një jetë dinjitoze. Ndaj, ne jemi më të fortë se kur që ta bëjmë Shqipërinë për të jetuar me dignitet në këtë shtet. Ne jemi këtu pa parti politike dhe thirrje Rama-Burg, Berisha-Burg, Rama-Burg, Berisha-Burg, Rama-Burg, Berisha-Burg, Rama-Burg, Berisha-Burg, Rama-Burg, Berisha-Burg, Rama-Burg, Berisha-Burg. Ja ka pri gjumin keq fare këto kohë. Por është më rëndësishme cilësia jetës tonë, se sa gjumi atyre që kanë uzurpuar çdo hallë të këtij shteti. Ndaj ne duhet jemi çdo ditë më shumë, çdo ditë më të fortë. Duhet ju bëjmë thirrje të gjitha afërmve, miqve, shokëve tanë që janë larguar nga Shqipëria, se sot është dita për një Shqipëri të re, për një Shqipëri dinjitoze. Sot është dita që ne të mos tërhiqemi nga sheshi, pa u tërhequr ata që na kanë marrë vend për 35 vitesh. Tani do ju kërkoj 2 minuta kohë për të folur për rjollin tim, sepse aty është plaga ime më e madhe dhe është arsyeja pse unë kam prej 4 muajsh që protestoj çdo ditë përballë policisë, përballë securit dhe përballë këtij shteti që vetëm drejtësi nuk jep. Pretendojnë të thonë që jeni kundër investimeve dhe kundër zhvillimeve. Rjolli nuk është kundër zhvillimeve dhe investimeve, por rjolli është kundër grabitjes së pronës. Për gjithë ambientalistat është më se qartë që Rolli është një zonë e mbrojtur me një rëndësi ndërkombëtare. Është një prej korridoreve ekologjike më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, ndaj kjo është një thirrje edhe për Bashkimin Evropian që të kthejnë syt nga rjolli dhe të shikojnë çfarë po ndodh. Ai resort që po ndërtohet sot në rjoll, si dhe 3 resorte tjera që kanë marrë leje për të ndërtuar, do bllokojnë kanalet ekologjike të shumë shpendëve. Janë mbi 180 shpend që shtektojnë nga Europa dhe kanë një nga dalesat e tyre në rjoll. Ndaj është një pikë shumë e rëndësishme. Gjithashtu është një zonë shumë e rëndësishme Ramsar, është pjesë e konventave ndërkombëtare
dhe shteti shqiptar përderisa është bërë pjesë e konventave ndërkombëtare duhet i respektoj ato dhe nuk mund të ndërtoj në atë tokë. Gjithashtu, duhet të respektoj banorët autokton që jeton prej shekujsh aty. Unë ka një lajm shumë të keq për gjithë sonte, por normalisht lagë e madhe kjo dhe lajmi i keq është për gjithë rrjedhorët që dje janë zgjuar në tokën e tyre të rrethuar me tel me gjamba. Dhe ne dim pse bëjnë, sepse ata pretendojnë që ne do fokusohemi te rrjedhit dhe do humbim vëmendjen nga ajo që na ka bashkuar, largimi i kësaj qeverie, largimi i kësaj kase politike që na ka uzurpuar çdo halk të shtetit tonë. Rrjedhi do shpëtoj ditën që Shqipëria të shpëtoj. Absolutisht ju bëjtirit madhe gjithve që të suportoni dhe rrjedhin në këto ditë, që të hiqen telat me gjamba, që janë më keq se burgjet e sigurisë lart, është banale ajo që ka ndodhur këto ditë në rrjedh. Por ne nuk duhet të harrojmë fokusin kryesor, që është tërheqja e kësaj qeverie, tërheqja e kësaj kase politike dhe shpëtimi i Shqipërisë një herë mirë, shpëtimi i rrjedhit, i Fletit, i Valponës, i Nardës, Vërnetit, Kutarisë, Kongratetit, Sarandës, Putrindit. Është momenti jonë të shpëtojmë çdo qytet, çdo zonë të mbrojtur dhe çdo halk të jetës tonë në këtë vend. Hajde të flasim fort! Rama ik, Berisha ik! 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 Jemi më të mirë të botës dhe përderisa kryeministri pretendon të tallet me ne, na vjen keq zoti kryeministër, por ne jemi qytetarë që të kemi dhënë mandatin dhe na takon ne që të tallemi me ty, se ke 35 vjet që tallesh me ne. Po kjo rezistenca jote ka fiksuar, ka prish shumë ty në Sali Berishës. Por kjo nuk do ja prish jetën shqiptarëve dhe rinisë shqiptare. Ne do vazhdojmë të rezistojmë, ne do vazhdojmë të jemi çdo ditë më të fortë, çdo ditë më shumë, derisa zëri jonë të shkojë aty ku duhet dhe ju të shpëreni nga politika shqiptare. Ne po ndryshojmë mënyrën e qeverisë. Ne po ndryshojmë, ne po kërkojmë një shtet të drejtë, ligjor dhe të barabartë për të gjithë. Zvërneci ishte pika e ujit e cila mbushi gotë. Por Edi Rama kërkon ta devijoj atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa e projekte. Aeroporti i Kuksit. Asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porto Romano. A e mbani mend që ato është e kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Dushit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin geografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u temun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romano. Mund të vemi dhe më
në dërmi e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetësuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Limion, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Salzanin, Zvërnecin, apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë vetëm 14 hektar bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër jo vetëm që vjet pasuri publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më Porti Naples. Nuk ka asnjë shpresë e Edi Rama. Dështoj përsëri, por nuk e hap dot. Pse? Se në fakt, qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligarkë shqiptar dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po, bani më në Pashaliman, 80 hektarë di ka mali prestanome italian i cili është në jetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja o ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flite, nuk është izraelit, pasaportet nga izraelit, nuk është izraelit, është i kërkuar në kombëtar, është në korupcion në kërkim, ose në hetim nga Napoli. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vetë. Nuk ikën vetë. Ai e di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jonë duhet jetë shumë e madhe. Ne duhet të qëndrojmë deri në fund, derisa të ikim. Bravo! Me një thirrje që lindi këtë protest. Dhe ajo është ju erdhi fundi! 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 Sigurisht që çdo njeri, çdo politikan i cili e din që po i vjen fundi, është i mërzitur dhe do dalë të tallet, të bërtas, të zgjedh me gazetar, me influencer, me të gjithë, sepse po i vjen fundi! Ne jemi këtu sot përsëri si çdo ditë tjetër për të thënë se ta erdhi fundi! Fjallën e ka Greta Abajni, i student i dhjetorit të 2018-ës me cilin jam njohur qatë herë. Përshëndetje gjithëve. Ne jemi mbledhur këtu dhe jemi shumë e shohem njëri tjetrin, por unë kam vetëm një pyetje. E dini kush është dhe një nga arsyet kryesore se jemi mbledhur këtu? Sepse kemi 35 vite që neve vazhdojnë dhe na premtojnë njëta gjëra. Vazhdojnë dhe na premtojnë rotacion politik. Vazhdojnë dhe na premtojnë zgjedhje të lira, por në fakt a ka ndodhur ndonjëherë kjo? Dhe çfarë ndërtuan këto? Ndërtuan një sistem hibrid, një sistem
ku komunizëm nuk i quajmë, por ka të gjitha elementet e një komunizmi, ku demokraci nuk është, sepse janë jo për vetëm elementet komuniste, po këto kanë dhe pushtetin, ka dhe ngurin dhe arrën dorë. Këto kanë çdo gjë e kanë vendor për të mbajtur pushtetin e tyre. Dhe di pse mbajnë këto pushtet? Sepse këto kanë frikë të japin llogari. Kanë frikë që në momentin që mbaron ky tranzicion, kanë frikë që të japin llogari pranë organëve përkatëse. Dhe prandaj ne sot jemi këtu. Jemi për t'i dhënë fund këtij tranzicioni. Jemi që ne të garantojmë zgjedhje të lira, të garantojmë procese të lira, të garantojmë institucione ligjore, ku njerëzit, ku të gjithë ne, të kemi besim të drejtësia, të kemi besim të njëri tjetri. Prandaj, përveç se Rama ik, unë mendoj që duhet kemi dhe një thirrje tjetër. Një thirrje që ne të garantojmë që i gjithë ky proces të ketë një tranzicion të drejtë dhe të ndeshëm. Prandaj, ajo që neve pjesë shtesë të kërkesave duhet kemi një qeveri tranzitore, një qeveri që të garantoj të gjithë këto procesin. A jeni dakord që të kemi qeveri tranzitore? Qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore. Dhe një thirrje të fundit pranë. Jemi mbledhur gjithë Berisha-Bur! Rama-Bur, Berisha-Bur! Rama-Bur, Berisha-Bur! Rama-Bur, Berisha-Bur! Rama-Bur, Berisha-Bur! Rama-Bur, Berisha-Bur! Dhe përveç kësaj vetëm një gjë. Jemi mbledhur këtu, po mos harroni se të gjithë njerëzit që jemi ne këtu, jemi sepse kemi besim te njëri tjetri, sepse suportojmë njëri tjetrin, pavarësisht ndasive, mendësive, politike, filozofike, nuk ka rëndësi. Ne kemi vetëm një qëllim të vetëm, që është ikja e kësaj qeverie dhe është që ne të ndërtojmë një Shqipëri më të mirë dhe për vete. Shqipëri e re! 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 Për këtë protest e kanë marrë vesh gjithë, e kanë marrë vesh në Europë, në Amerikë, në Azi, kudo. A e dini ku e kanë marrë vesh për këtë protest? Kemi kaq kohë që i kërkojmë Bashkisë Tiranë që të lidhi një kapull që të marrim energji elektrike dhe nuk na japin. Është e turpshme se sot protestojmë për ditën ditë me generator sepse këta nuk na japin drita. Kjo në fakt tregon shumë më shumë për ata, po tregon edhe për ne. Për ne tregon sa të fuqishëm jemi, e për ata tregon sa frikë na kanë. Që thashë që e ka marrë vesh gjithë kush për protestën tonë, fjallën duhet ja jap një vajzë që ka ardhur nga jashtë për të folur sot në këtë protestë. Dëgjojmë. Përshëndetje. Përshëndetje fytyrës më të bukur të Shqipërisë. Fytyrës Shqipërisë me. Ky është qartësisht një moment historik. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët bëhen bashkë përtej afiliacioneve të vogla politike. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët dëshmojnë se Shqipëria është mbi gjithçka. Është moment historik sepse për herë të parë, mas 35 vite, shqiptarët tregojnë se nuk në përkëmbë ndodh nga askush.
shënjojmë fundin e tranzicionit të tezgjatur. Sepse sot fytyra europiane e Shqipërisë është kjo protestë jeni ju. Sepse sot Shqipërisë i dalim vetë për Zot. Të thasë bëjthirje për çdo shqiptar që s'është ende këtu, na bashkohet. Përbit këtu në bulevard, sepse është një përjetim që i takon kujtdo e do Shqipërinë vërtet. Në fund, unë desha të thoja dhe turoja që Zoti ta bekoj Shqipërinë, por bekimi i Shqipërisë është ndërkohë këtu. Bekimi i Shqipërisë është kjo protest. Bekimi i Shqipërisë jeni ju, faleminderit. Shqiptarët në fakt e kanë lënë Shqipërinë gjithë këto vite, rreth 1 milion thuhet prej 2015-ës, për t'ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, për të ndërtuar të ardhmë me natyrë atje. Ka 10 ditë që shqiptarët po i lënë vendet e Bashkimit Evropian për t'u kthyer këtu. A e dini pse? Sepse kjo është e njëjta arsye për cilën ata kanë ikur. Ata kanë ikur sepse nuk kanë pasur shpresë se këtu mund ta ndërtojnë jetën e tyre. Ndërsa tani ata janë kthyer sepse ju jeni shpresa e një Shqipërie e tre. Të gjithë bashkë, sidomos duke na u bashkuar edhe diaspora, edhe shqiptarët e trojeve, po që do ta bëjmë Shqipërinë e re. Shqipëri e re! Sot do të kemi disa fjalime të atyre që kanë ardhur nga diaspora. Daj fjallën ja jap Arbër Leshin, një aktivisti që është kthyer nga Austria vetëm për këtë protestë. Bashkëdhetar që e keni mbushur këtë shesh. Ashtu si që keni mbushur këtë shesh, e keni mbushur diasporën dhe shqiptarët kudo në botë me shpresë. Nga Londra në New York, nga Vienna në Toronto, nga Roma në Washington, sheshet e botës janë mbushur me shqiptarë që protestojnë bashkë me ju, në solidaritet me ju. Qeveria më e korruptuar që shqiptarët kanë parë dhe kanë provuar ndonjëherë, sot pretendon se ka 800.000 njerëz që e kanë votuar e përrjedhoi mazhorancë. Por ju kujtojmë se shqiptarët janë mbi 4 milion dhe në 30 vitet e fundit 1,5 milion shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak se këtu jemi në një ambient social, ekonomik të pabanueshëm për një vend evropian. Protesta juaj e cila nisi për shkak të dhunës shtetërore mbi njerëz autokton në tokat e tyre, në Rjoll, në Zvërnec, e kudo tjetër në Shqipëri. Ishte pika e mbushjes. Dua vetëm t'ju kujtoj, dua vetëm sjell këtu dhe zorin e disa njerëzve nga zona ku unë vi, nga Mati. Zërat të cilat nuk dëgjohen as në media e as fund. Problemet e këtyre njerëzve që kanë 40 vjet pa rrugë, pa ujë të pishëm. Në Zalgjocaj, në Kurdari,
atje banorëve po ju merret ujë I pishëm për ta çuar ujin në hidrocentralet oligarkëve të lidhur me këtë qeveri dhe me këta ministrat korruptuar. Prandaj, bashkë me ju, edhe diaspora, e di shumë mirë se sa qia I ka ngarë këti vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër, por sot I bëjë thirrje se më në fund ka në dorë që t'i bëjë më të mirë Shqipërisë pas gjithë atyre të qijave, të japi dorëheqjen përfundimtare. Gjithë to vite janë profesionistët e lirë dhe klasa e mesme. Duket sikur atyre ja u kemi pakur zërin dhe nuk I kemi të quar kur të flasin. Ndaj sot kemi kënaqësinë të kemi një stomatologe që do të thotë dy fjalë. Mirëmbrëma, Kuksi, Tropoja, Puka, Lezhë, Mirdita, Durrësi, Tirana, e Gjeri Jugu poshtë. Ramajik, Berisha Burg, jam nën, jam e revoltuar këtu në këtë podium, për shumë arsye. Për shumë përballje në përdyret e spitaleve, të cilët janë të gjithë të korruptuar. Pa përjashtim. Dua të citoj dy vargje, të cilat I ka interpretuar Ilir Kabashi. Jam shqiptar. Kosovar, sot e bujar, sot e kenar, ditë të veqe kam sikve. Pajnë e përpice e kam natën, e kam asle. Tiri është kja për vërtet, tiri është kja për vërtet. Nuk jam si vërtet ti, nuk jam si vërtet ti është kja I zi. Pa I vëndin ti me dua, pa I mirin e dua e nuk dua sot mbi mua. Se jam këtu nga mali kur Zoti e bani fushën fush e malin maj. Sot më shumë, nesër më shumë, sepse ky vënd drejtohet vetëm nga ne. Ne e ngritim këtë njeri dhe ne mund ta ulim këtë njeri. Ftoj të gjithë nënat, të cilat për arsye shumë e më shumë, të cilat presin dyerve, dritareve duke pritur fëmijët e tyre, që nga 2016 që janë larguar të gjithë kolegët e mia, kolegët e mi që ka ikur jashtë. Për çfarë arsye? Për paga të cilat nuk paguhemi, nuk jepen licencat tona, për arsye se duhet na mbajnë peng, por jo, ne nuk duhet të dorëzohemi. Sot më shumë, nesër më shumë, pas nesër të më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë.
përpuj me taja kur nuk linde të fliste, kështu që qizme në korë, këndoni sa më shumë. Ramapur Berisha Bur! 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 Nuk qeni një. Ramapur! Ramapur Berisha Bur! Ramapur Berisha Bur! Ramapur Berisha Bur! Do jam prova për marshim. Ramapur Berisha Bur! Fjallën e ka Edmond Çapa, një nga aktivistët që ka qëndruar në tokë çështjes kombinatit, ku janë shembur shumë pallate dhe shumë banorë kanë dalë jashtë. Kështu që kjo bashki, kjo qeveri, është armike e shumë njerëz në këtë vend. Mbi të drejtat dhe liritë e qytetarit të respektuara, mbi drejtësinë dhe mbi qeverinë e kufizuar. Kam një lajm për ju të sot. Merret të grupit tonë organizator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kemi dorëzuar një draft ku kemi paraqitur ndryshime për kodin zgjedhor. Shqipëria fillon nga zgjedhje të mira, të ndeshme dhe të barabarta. Në 35 vite janë bërë shumë zgjedhje, por të zgjedhje nuk për partit, nuk janë bërë për qytetarët. Kodi i që ne propozojmë është kodi i qytetarëve që kërkon dhe shpreh interesat e qytetarëve dhe jo interesat e partive, aq më tepër interesat e Edi Ramës. Prandaj, veprimi qytetar, i cili përfaqëson interesat e qytetarëve, do të ngulli që në zgjedhjet e ardhshme të shkohet në rregulla të reja loje ku përparësit kanë qytetarët dhe jo partitë. Presidenti Trump kishte ka deklaruar se në bisedimet për Sazanin nuk ishte ideja e Kushner për të blerë Sazanin, por ishte ideja e Edi Ramës për të shitur Sazanin. 100 vite prapa në kohë pas shitjes së Shën Naumit, Edi Rama guxon të shesi Sazanin. Kjo është tradhti kombëtare. Kjo është të përdorë Shqipërinë si plaq tregur për interesin tonë. Dhe për këtë Rama duhet japi llogari. Lajmi i tretë që kam për ju dhe i fundit është që Rama paracakohesh unë se kishte 800.000 vota mbrapa, që ndronte me 800.000 vota në pushtet. Në 24 orë të fundit, një sondazh i hapur Rama Out ka shënuar e ka përcyer kufirin e 800.000 votave që kërkojnë që Rama të zbrazë në pushtetin. Por pasoj, Rama e bandën e tij e ka ulur poshtë këtë aplikacion. Së fundi dua ta mbyll fjalën time, duke i bërë thirrje socialistëve të thjeshtë, lideri që keni juve në krye, Berishizoj, Partia Socialiste, ju nuk jeni më Partia Socialiste, ju nuk jeni më Rininja, ju jeni banda hajdume e Edi Ramës. Nëse sot kanë bërë socialist, këndeshëm, socialist që duan Shqipërinë, socialist që nuk duan të ndjelen në kam dhe në njërë të kuriste tyre, ata që janë deputet, duhet të rëzojnë Edi Ramën. Është një nga mënyrat se si pyç
Ky person që nuk pyet për këtë dhe që ka përdorur shtetin me qeverisjen si pam private duhet dhe mund të largohet nga pushteti. Prandaj, edhe një herë, Rama jep tërheqjen. Nëse nuk ti nuk jep tërheqjen, ne do ta bëjmë të mundu dhe të gjitha ata që nuk duan më të tutë që në është në pushtet. Tërheqje dhe zgjidhje të mira dhe të ndershme dhe të drejta për Shqipërinë e re. Rama jepe tërheqje. 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 Po shija një nga pankarta që keni që të gjitha janë shumë bukura, që thot kjo është bestilja e Tiranës 2026. Në fakt, kemi dashur ta themi, arsyeja pse nesër do të jetë protestë kombëtare është se është 148 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kjo që po bëjmë këtu nuk është as më pak as më shumë se bestilja e Tiranës 2026. Ne do t'ju qëndrojmë gjitha pikave dhe nuk do t'inim nga sheshi. Ndaj, Rama jepe tërheqje. Rama jepe tërheqje. Rama jepe tërheqje. Rama jepe tërheqje. Tonë gjithë qytetarët që na shohin nga shtëpia që nesër të bëhen sa më shumë dhe të vinë Tiranë. Ftojmë gjithë emigrantët që të bashkohen nesër dhe të kthehen në Tiranë. Ftojmë të gjithë shqiptarët e trevave që nesër të jenë Tiranë. Bashkohemi me ne. 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 Gjithë ne, por më shumë ka nevojë për secil për gjithë bashkë. Ka nevojë, fjalia ishte ka nevojë për secilin prej nesh, por më shumë ka nevojë për gjithë ne bashkë. Përshëndetje shqiptarë, unë jam një larguar nga ky vend, sepse nuk më jam dhënë shërbime shëndetësore. Edhe vajta në një shtet si Franca, dhe çfarë më thanë për më dhanë lejen e shëndrimit. Ti je i pranuar në këtë vend, sepse shteti jot nuk të jep shërbime mjekësore. Ndaj sot unë të them, Rama largohu, gjithë shqiptarët, largohu nga katëria të reja, mos prit të vitë edhe diaspora, se për eru në ata 500.000, ti të shdukesh do të dishë rritë ku të futesh. Të gjithë, të pronat, për shëndesin, ju lutem, të gjithë mos nahemi, mos ta përqaj, të jemi të gjithë bashkë, ju tua të gjithë dhe jeni të gjithë shumë të mirë. Ju përshëndes të gjithëve. Një rini e mrekullueshme që ka sjellur në këtë shesh prindrit e vet, ka sjellur të afërmit e vet nga gjithë bota.
dhe ashtu në të gjithë botën që ndodhen shqiptarët janë ngritur. Dhe në respekt të gjithë mediave të huaja, të cilat e kanë transmetuar këtë lëvizje tonën, po I them 2 fjalë në anglisht. Dear representatives of foreign media present here in Tirana, we thank you a lot for featuring us, because most of the medias here have actually not featured as they should be. This is a movement of young people. This is a movement that has started a long time ago, but only now everybody has come together. Because they have seen that gradually every single government, whether there was a right wing or a left wing, has betrayed them. Actually, this nation has allowed their land to be sold to anyone without a landowner having the right to say anything about it. This is what we call the law of loyal investors. And that is why people have actually come to the streets, because they have seen projects like Skavita up in north, they have seen projects like Marta and Sazan that is just stealing the right of not only property for life, the right of living in their own land. And that's why the Albanians now have left Albania and are abroad and are protesting in massive numbers. Thank you very much. Atyre ju erdhi fundi, po në këtë protest nuk e shoh dot fundin. Edhe sot ndryshe nga çdo ditë ka edhe në pajtën time, edhe në djathtën time. Jeni antagonë shumë. Nëse mendoni se kanë ardhur mjaftueshëm nga diaspora, jam gati t'ju them se e keni gabim. Ndaj kam knajsin, je petoreqen. Ndaj kam knajsin nga diaspora e Gjermanisë, kem përsëri një djalë që ka udhëtuar përsëri për këtë protest. Përshëndetje bashkëdhetar, si fillim, du t'ju falenderoj gjithë këtu, që jeni mbledhur, që nuk heshni, që nuk dorëzoheni, që nuk dorëzoheni. Dua t'ju them, faleminderit që e bëni qartë që Shqipëria nuk është punë private, por është atveu I gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen. Si shumë shqiptarë tjerë, me shpresën se do kthehem këtu t'jap kontributin tim. Por, sot jam kthyer këtu, sepse vendi jonë ka nevojë për ne. Për ne, gjithë sa jemi këtu, dhe për gjithë shqiptarët e diasporës kudo që ndodhen. I bëj thirrje diasporës, të vi këtu me ne, në Tiranë, nga kudo.
Kjo protest nisi për Zvornecin, por sot është për diçka shumë herë më të madhe. Kjo protest sot është kundër korrupsionit, kundër varfërisë që ka ardhur në Shqipëri, kundër kësaj qeverie arrogante që i merr zbar shqiptarët dhe është bërë palë me krimin. Prandaj jemi mbledhur sot këtu. Unë doja të thoja edhe diçka tjetër. I bëj thirrje të gjithë intelektualëve në Shqipëri. Bëni një front politik. Vijuni kundër kësaj qeverie. Shqipërisë nuk i mungojnë intelektualët. Kemi shumë, mjaftohet t'i jepet një zë. Të gjithë duhet të jenë këtu. Po qeveria, po qeveria, po qeveria, po qeveria, po qeveria. Protestat tona janë shumë thjeshta. Dorëzoni ligjin e paketës maleve. Hiqni nga fuqia ligjin e investimeve strategjike. Ky këtu duhet të tërhiqet. Ky këtu që ka gjithë që nuk vjen sepse ka frikë. I bëj një thirrje Ramës. Shqipëria nuk ka nevojë për ty dhe shqiptarët nuk të duan. Faleminderit gjithëve. Ne e sa më shumë. Ne e sa më shumë. Ne e sa më shumë. Faleminderit. Jeni mrekullues. Duke qenë se ma jepe dore qenë. La ma jepe dore qenë. Por mos harro, la ma mbur për Istanbul. 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 Kur e pyeta zonën që do flas për emrin, ajo ka thjesht po prezanto si një nënë e 3 fëmijëve që nuk do të largohet nga Shqipëria. Bravo Shqipëri! Shqipëri? Në dhe gjithë emër më bukur, emër shqiptar. Opozita sigur! Opozita sigur! Opozita sigur! Ashtë e vërtet, janë nane 3 vajzave, janë 2 shqiptare dhe nane 3 vajzave shqiptare. Në mesin tuaj, çdo natë, të gjash shumë të madhe. Tu t'i siguroj, fëmijëve tuaj, një të tash të sigur dhe një të ardhme të ngriton. Për herë parë, një Savinës Tirani, asa këta mundësime të rregullisë ka vëshur në të rrugë një lumin një popull i madh njerëzish që nuk përhen male, fushe, kobra pa prej. Ka kalu për tej kufimve, për tej diasporës, për tej oqeanit, vetëm për një gjatë madhe që është të vend, Shqipëria e shqiptarëve. Tu zame Berta Vami. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria
po një pandemi që preko shqiptar, pastaj kaloi për te kufrive, kaloi deri në Amerikë. Dhe kjo është pandemia e fishtë e burit. Një pandemi që s'ka asnjë